Elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Allahu azza wa jalla falënderojm. Kurse salavatet dhe selamet Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam ja dërgojm. Të nderuar, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sot vazhdojmë pjesën e dytë të porosive që grave muslimane Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në beslidhjen në Safa u drejton pikërisht grave të besimtarëve dhe gjitha besimtarëve deri në ditën e gjykimit. Dhe kjo beslidhje nuk ishte vetëm ato grave prezente, por se me gjitha besimtarët që të jenë pjesë përbërëse e ummetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e gjykimit. Në mesin e këtyre porosive, thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, wala yaqtulna auladahunna. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, dhe besimtarët muslimane të mos i vrasin fëmijët e tyre. Dhe këtë porosi u ajep enkas grave besimtarë, që mos t'i vrasin fëmijët e tyre. Pastaj, thot Hindi, reagon një këte, edhe pse qëllimi kryesor është në këtë porosi hyjnore që vazhdon të mbetet si porosi e rëndësishme dhe me shumë peshë të madhe deri ditën e sotit, që flet kundra abortit. E që njerëzimi kaloi një fazë dhe një periudhë më herët që e pat leju abortin dhe insistojke dhe nxitke abortimin, e që sot me sjell ligje që me e parandalu dhe me paksu abortin dhe abortimin. Se kuptum se ajo është kundra natyrës së njerëzit dhe së është një proces i dëmshëm dhe i rrezikshëm edhe për vetë femrën, por edhe për shoqërinë në përgjithësi. Se aborti është vrasje. E që këtë dikur më herët, kur e thonin hoxhallarët, sulmoheshin gjithandej, e nuk kalun pak vite, pasi që kuptum se janë gabim, fillun billboarde me dalë se aborti është vrasje. Ama me dalë qeverit me billboarde dhe me reklama se aborti është vrasje, nuk është gjo me thonë hoxha në qërsi dhe me folë hoxhallarët për një gjë të tillë që ka shumë e madhe dhe rrezikshme, sa që hoxhallarët në kaluarën tregojnë lloj-lloj tregimesh për ligjëratat dhe nasihatat kur i kanë marrë në këtë drejtim se sa janë ataku dhe sulmu nga qarqe dhe njerëz të ndryshëm. Por ato s'janë dalë, Allahu i shpërblet dhe xhenetu a bëft. E Muhamedi sallallahu alaihi wasallam para 1400 e sa viteve e jep këtë porosi të gratë muslimane dhe i thot mos i mbytni fëmijët e juaj. Mos vritni, se me abortu një fëmijë është vrasje. Dhe se zakonisht iniciativa vjen nga femra dhe nga nona dhe vendimi është në dorën e nonës, edhe nëse vjen iniciativa nga ana e burrit apo gjinisë mashkullore. Nona është e cila vendos se fundja ai fëmijë është në mitrin e nonës, nuk është në mitrin e babës. Dhe ajo është vendimmarrëse dhe vendimtare në vendimin që do ta merr se a do të aborton fëmijën e saj apo jo. Dhe se ajo e cila ka abortu fëmijë realisht ka kryer vrasje. E le të ketë frikën e Allahut, le të pendohet për atë vrasje dhe atë gabim që e ka bë. Se në sheriat abortimi llogaritet vrasje dhe se nuk lejohet. Për posë shumë raste ekstreme që mjeku kompetent i drejt edhe dashamir e konstaton një gjë tillë dhe vlerëson se një me ka nevojë, për ndryshe nuk lejohet. Jo nga çdo mjek. Jo nga çdo mjek. Na e dim
se në vendet të caktuara dhe në rrethana të caktuara, mjekët nga pjesë e strategjisë së tyre ka qenë pikërisht që edhe një komunitet mos me leju me ushtu. E lloj intrigash, lloj mashtrimesh kanë bo, lloj diagnozash kanë diagnostifiku vetëm e bind femrën që me abortu. Që të mos shtohet një komunitet, që të mos shtohet një shoqëri, për x dhe lloj arsye që janë definitivisht jo njerëzore. Andaj dhe nga çdo mjek nuk merret mendimi dhe nuk merret dhe nuk pranohet vlerësimi. Mjeku duhet me qenë ekspert s'pariherë, kompetent në lëmin e vet dhe me qenë mjeku i cili është i drejtë dhe nuk është dashakeq dhe nuk ka qëllime të errta. Se ndonjëherë mjekët mundën me qenë ekspert, po me qenë njeri i keq. Sa mjek eksperta janë, po janë të korruptum, janë të prisht. Ato nuk janë njerëz, janë mjek, ama njerëz nuk janë. Pse ai pret momentin më të rënd njëtën tonë dhe smujën më të madhe që e ke, ai me përfitu prej teje. Me t'i marrë një 5.000 euro, një 10.000 euro, një 1.000 euro, si intereson. Se ti e duke vdek, dhe vdes nuk shtin sallë të operimit. Ja jep gana tjetër 5.000 euro, më njetë ta gjenë terminin. Kjo është mjek, është ekspert, po nuk o njeri. Këti nuk i merret mendimi për me e abortu një fëmijë. Andaj edhe vëllezërit musliman dhe motrat muslimane të jenë syqele në këtë drejtim, se nuk i merret secilit mendimi për me abortu një fëmijë. Edhe nëse është mjek, duhet me shiko është njeri. Dhe këtë me plot përgjithësi e them, se sa raste u a them këtë me shumë përgjithësi, dhe kam shokun në xhamat që i di dhe i njoh. Edhe një ditë isha në një drek me një vend, njëri tha që kjo është produkti fetfajës tënde, para 8-9 viteve më ka pyet këtu në xhami. Ai në gurbet, në spitale shumë të zhvillume, e dini ju, shumë të zhvillume atje janë, ama për më shtu muslimante për më i arrit ato qëllimet e tyre të errta, i kanë thonë asoj nonës, ky fëmijë është me tmeta, në muajin e 5 të shtatzanis, dush urgjent me abortu, bile dhe ty të rrezikohet jeta. Bile dhe ty të rrezikohet jeta. I pa ta thonë, si janë konë analizat të super kanë qenë për njëre qiti këtë lafa jo. Edhe u pa të më konsultu edhe me një mjek të të besushëm, edhe unë i pa ta thonë haram me ki me abortu. I pa ta thonë këtu në xhami e ki haram me abortu, natyrisht pasi u konsultu me mjek, ekspert kompetent të drejt, insan. Mjek insan, jo bish, e monstrum. Dhe alhamdulillah, ajo vajza lindi, ishte rrit, edhe ai më tha, kjo vajzë është produkti i fetfajës tënde. Dhe keme thonë se mos më kishe dhonë fetfa se e kam haram me abortu, sot do ta kishim abortu, vajza tha saksalem është, asgjë s'ka. Lindi pa kur një fart mete, pa kur një fart smuje, si më mirë. Edhe shumë asi raste kemi, që për pak e për shumë ju thonë grave muslimane me abortu, edhe këto tonat me nxet që prejsen. Se ka njoj mos po bot nomi me lidhe dhe një, se i ka dyje me lind tretin po prishën vijat e trupit. Të kemi frikën e Zotit, dhe këtë porosit Muhamedit s.a.s. që e jep prej kodrës Safa, prej vendit më të shenjtë në historinë e njerëzimit. A dini çka është porosia dhe simbolike e kodrës Safa? Safa, se Haxheria e ka riziku jetën e vetë për ta shpëtuar Ismailin. E pikërisht në këtë vend ku Haxheria e ka riziku jetën për evladin, Muhamedi s.a.s. i thot nonës muslimane, oj non, mendja mos të shkoje me riziku jetën e evladit tonë dhe me mbyt.
kesh frikën e Zotit. Kjo porosi vjen prej te kodra Safa. Që Haxheria na kalon si porosijat dhe simbolika e këtyre kodrave Safa dhe Merve është pikërisht dashuria e nonës ndaj vlladet. Dhe se nuk guxon dhe nuk ka të drejtë askush me mendimin e një mjekut që është mjek aty mas dere, vetëm ginekolog apo ginekologe që i ka thonë vetës, me marrë vendim për abort. Duhet me pas konsenzus të mjekve. Edhe nëse kërkon mjekësia një gjë të tillë, duhet me pas konsenzus. Duhet formohet komision dhe komisioni me vlerësu me analiza të reja, me aparate që saksisht din me bon matjene dhe diagnostifikimin e diagnozave. Jo me aparate që janë e dim të na çfarë aparate janë. Edhe jo me mendimin e një mjekut që me hin nga ana tjetër mi thonë t'jap 1.000 euro, këshire pak ma mirë letrën, po. Aj presim edhe pak, kada mu sugut. Po, vllazën dashur. Kada presim edhe pak, kada mu sugut. Këto raste nuk janë as të parat, as të fundit dhe janë sekrete publike. Se na e dim vetëm në spitalin e Çajirit të na, vetëm një monster, një bish, u akuzu para pak vite, s'ka shumë, për sa foshnje i kishte vrarë, kishte mbyt. Tu i kontrollu kisi, ka shtyp të të veshte dhe i ka mbyt. Kisi ju ka bo kontrol dhe egzaminimi ju ka bo aj. Zotë i vraft njerëzit e tillë. E Zotë ju a martë hakin si çdo më smiri aj. Që marrin guximin me prek në jetën e këtyre melaçeve, e në jetën e këtyre shpresave që për dikant që është print i ka thonë vetes o shpresa e vlad është gëzim. Ndoshta është gëzimi më i madh i jetës së tij, dikush me ta marrë, me ta zhduk ashtu. Andaj o vllazën, këtë ka me thonën kështu truç, të bëhemi burra. Të bëhemi burra, se edhe na kemi hak të fëmijët e tonë, pse ju kam tek grus me abortu, mos me leju me bë abort. Aborti është haram mbi 7 kaçej. Dhe se fëmia nuk guxon të abortohet dhe nuk lejohet me bë abort në Islam, është prej gjunaheve më të mëdha. Llogaritet vrasje, ai që bën abort është katil. Ubic. Se ki vra me plum, me alti, po e ki vra ndryshe. Ja ke marrë jetën atij që Allahu i ka dhënë jetë. Që me laçës i ka thonë shkoje pja shpirtin, caktoja riskon, caktoja gjelin, caktoja ku ka me jetua, ka me koni lumëtër, apo s'ka me qenë, ti shkon e vret, e mbyt. Pse? Pse s'ka me dal, se s'dalin matematikat e dynjos tonda. Allahu azza wa jalla thot, na s'parer atyre japim risk, pastaj juve baballarëve dhe nonave. Fëmia lind me riskun e vet dhe na jemi musliman. Çdo fëmijë e ka kafshatën e bukës vetë caktuar prej Zotit. Çdo fëmijë e ka caktuar shtëpinë e vet, e ka dhomën e vet, e ka punën e vet, e ka shkollën e vet. E ka profesionin e vet, e ka caktuar Zoti, e ka rezervuar. Hiç pa ta zon ti, pa ta marr ti, ai ka gjithë ato të vetat. Dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kërkon këtë beslidhje nga gratë muslimane dhe me kjo thot, nëse dojni me i thonë vetës muslimane, e me qenë një pjesë e ummetit tem, zguxojni me bo abort. Dhe se buri musliman nuk jep izën grusë vetë që e me abortu, thot unë s'ta lejoj, unë s'pranoj. Spajtohem me këtë asnjëherë. Dhe kur s'ta bëj halal, që ti merr guximin me prek në pasardhësit e mi. Dhe nuk merre mina me përjashtimi. Përjashtimi e ka dispozitën e vet, në vaktin dhe në momentin e vet. Na po flasim për rregullin. Rregulli i Islam është që grus muslimani i ndalohet dhe është prej gjunave më të mëdha që me bë abort, madje edhe aborti llogaritet vrasje. Zot na udhëzon, na drejton dhe na fal. Walhamdulillahi rabbil alamin.